Para Departamenti Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimi Milun Milenkovićit, Dejan Pantićit, Aleksandar Vlaiqit dhe Miomir Vakishit, të cilët akuzohen për kryerjen e aktit terrorist. 4 serbët akuzohen për kryerjen e një sulmi terrorist në objektin e Komisionit Komunal në zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut me 6 dhjetor të vitit 2022, kur gjatë një proteste serbe u hodhën 2 granata dore dhe 2 granata trullose. Milun Milenković dhe Aleksandar Vlaiq janë në paraburgim, ndërsa Pantić dhe Vakić po mbrohen nga liria. Gjykimi Miloš Pljeskovićit nga Prizreni është dashur të vazhdonte sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë, por u shtyja për 12 maj. Plesković akuzohet për kryen e 3 vrasje në shtator të vitit 1998 dhe dëshmitarët e dëgjuar deri me tani kanë konfirmuar se i akuzuar nuk kishte lidhje me ato vrasje. Avokatja Jovana Filipović ka thënë për Kosova Online se seanca është anuluar për shkak se prokurori nuk ka dorëzuar provat me kohë dhe ka konfirmuar se Plesković mbetet në paraburgim, ku ndodhet që nga shtatori i vitit 2023. Me programin e titulluar për ndjekja kthimi shpërblyer qendra kulturore Graçanicës, Arkivi i Kosovës dhe Metohis dhe Galeria e Arteve të Prishtinës organizojnë një përkujtim qendror të 21 vjetorit të përndjekjes në Kosovë dhe Metohi. Drejtori i qendrës kulturore Graçanica, Živojin Rakočević, ka bërë të ditur se është përgatitur për mbledhja veprave të 17 marsit, e cila ka rreth 750 faqe dhe shpjegoi shkencërisht shkaqet dhe pasojat e përndjekjes. Në mars të vitit 2004, 19 njerëz u vranë dhe më shumë se 900 shtëpi u dogjen, ndërsa rreth 4000 serbë u dëbuan dhe 39 kisha, manastire dhe monumente fetare si dhe varrezat u shkatruan dhe u përdhosën. Evropianët ishin kundër marrëveshjes së Washingtonit sepse donin që ata të udhëheqin fjalën kryesore, theksoi presidenti Aleksandar Vučić në podcastin e Donald Trump Junior në një intervistë njëorëshe. Vučić vuri në dukje se shkeljen e ligjit ndërkombëtar dhe mori respektimin e integritetit territorial të Serbisë, duke shtuar se europianët flasin për vlerat, por nuk i respektojnë ato të drejtën ndërkombëtare nëse nuk u përshtatet. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur për arritjen e një marrëveshje me Prishtinën, por ajo duhet të jetë një zgjidhje kompromisi, jo një anshme, ka theksuar Vučić. I dërguari i posaçëm europian Peter Sørensen do të jetë në Kosovë nga hëna deri te mërkurën për herë të parë që nga marrja e këtij posti. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka bërë të ditur se gjatë muajit mars do të rishikojë si do të vijohet me procesin e dialogut. Brukseli thotë se nuk do të heqë dorë nga kërkesat që Kosova dhe Serbia të përmbush obligimet e tyre që kanë dalë nga procesi i dialogut deri me tani, dhe kjo përfshin zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri me tani. Duško Čelić, docent në Fakultetin Juridik në Mitrovicën e Veriut, beson se është vendimtare që serbët në Kosovë të fitojnë autonominë substanciale, sepse ngjarjet kanë treguar se Asociacioni i Komunave Serbe nuk do të ishte garanci e mjaftueshme për mbjetesën e tyre dhe mbrojtjen e drejtave të tyre themelore të njerëzit. Analisti nga Prishtina, Shkelzen Maliqi, beson se formimi i Asociacionit e Komunave Serbe do të ishte rruga më e shkurtër për normalizimin e marrëdhënieve dhe braktisja marrëveshjes së Ohrit do të nënkuptonte kthimin në idenë për ndarjen apo shkëmbimin e territoreve dhe konflikteve të reja. Bashkëpunëtori i rrugës së tretë të re, Petar Donić, thekson se ndërprerja e dialogut do të ishte e gabuar për interesat serbe. Kemi parë që marrëveshja e Ohrit ka ringjallur dialogun. Dialogu është i rëndësishëm dhe duhet të vazhdojë, tha Donić për Kosova Online. Prishtina po kritikon masat e sigurisë të ndërmarra gjatë vizitës së djeshme të ish-presidentit të Kosovës dhe akuzuari i Hagës Hashim Thaçi, i cili u lejua të vizitojë babën e tij të smur në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Drejtori i organizatës jo qeveritare Demokracia Plus, Albert Krasniqi, thotë se trajtimi i ish-presidentit e poshtroi Kosovën, ndërsa avokati Artan Çerkini
thot se masat e djeshme të sigurisht ishin të panevojshme për shkak se Thaçi u dorëzua vullnetarisht në tribunalin e Hagës. Thaçi kaloi 3 orë duke vizituar babain e tij dhe u përshëndet nga mbështetësit e tij gjatë largimit. Moti të shtunën në Serbi do të jetë me intervale me diell dhe vranësira do të jetë shumë i ngrohtë, ndërsa pasdite dhe në mbrëmje do të ketë më shumë vranësira me reshje shiu dhe bubullima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 6 deri në 15, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 29 gradë Celsius.